Fatosi ishte neveritës ndaj banalitetit, servilizmit dhe paaftësisë. Siç e ka thënë vetë, ai eci mes baltës së politikës pa u bërë pis prej saj. Fatosi nuk ishte një njeri i zakonshëm. Ai nuk bënte asgjë për gjysmë. As punën, as miqësinë, as dashurinë. Ai kishte një zemër të madhe. Një zemër që dinte të falte, të mirëkuptonte dhe të donte me gjithë qenien e tij. Hakmarrja ishte një cilësi të cilën ai jo vetëm nuk e kishte, por nuk pranonte ta njihte. Më së miri, këtë e dëshmoi në periudhën kur e drejtoi qeverinë menjëherë pas burgimit pa drejtë, kur vendi ishte në prag të përplasjes më të madhe civile. Ishte sjellja e tij që rindërtoi atë që edhe pse nuk duket, është thelbi i jetës së një vendi. Paqja sociale. Në emër të saj, Fatosi solli një frymë të re, që e konsideronte jetën politike jo si përplasje, por si garë dhe konkurrencë, përplasje alternativash dhe jo luftë, por si marrëveshje dhe kompromis. Ishte i drejtë për drejtë, ndonjëherë kokfort dhe i vështirë, por gjithnjë i ndershëm me veten dhe të tjerët. Ai e donte këtë vend me gjithë shpirt. Dhe pavarësisht çmimit lartë personal që ju desh të paguaj, nuk hoqi kurrë dorë nga përpjekja për ta parë Shqipërinë më të drejtë, më të begatë, më demokratike dhe mbi të gjitha, më njerëzore.